Të nderuar drejtues të universitetit, profesor të respektuar, prindër, familjar, miq dhe të dashur koleg. Është një privilegj i madh të jem sot këtu dhe të kem mundësinë të flas në emër të brezit tonë të diplomuar. Kjo diplomë nuk është vetëm një arritje akademike, ajo është një dëshmi e karakterit që kemi ndërtuar gjatë gjithë këtij rrugtimi. Çdo sakrificë dhe çdo përpjekje na ka formuar jo vetëm si profesionistë më të mirë, por edhe si njerëz më të fortë. Kjo është arsyeja pse dita e sotme shkon përtej se sa thjesht marrja e diplomës. Masteri në menaxhimin spitalor na mësoi shumë më tepër se sa menaxhimin e institucioneve shëndetësore. Na mësoi se si një lider i mirë nuk matet vetëm nga aftësia për të marrë vendime, por nga mënyra se si vendos njerëzit në qendër të çdo vendimi. Sepse në fund të fundit, sistemi shëndetësor nuk ka të bëjë vetëm me spitale, procedura apo statistika. Ai ka të bëjë me jetën e njerëzve. Dua të falenderoj profesorët tanë për përkushtimin, dijen dhe besimin që patëm te ne, veçanërisht profesorë Shirma Gjana dhe profesora Agima Muti. Faleminderit Western Balkan University që na dha mundësinë të rritemi profesionalisht dhe personalisht, duke u përgatitur për sfidat e një sistemi shëndetësor që kërkon gjithnjë më shumë profesionalizëm, vizion dhe integritet. Një falënderim i veçantë shkon për gjithë familjet tona, ju ishit forca jonë në momentet lodhjes dhe mbështetja jonë në çdo sfidë dhe arsyeja pse nuk u ndalëm. Falenderoj përzemërsisht mamin dhe babin tim që janë sipër dhe vllajin tim që është këtu. Kjo është një arritje e imja, po aq sa dhe juaja. Të dashur koleg, sot nuk po marrim vetëm një diplomë, sot po marrim një përgjegjësi për të qenë profesionist që udhëheqin me etikë dhe që vendosim interesin e pacientit dhe të komunitetit mbi çdo gjë tjetër, dhe që nuk ndalojnë kurrë së mësuarja. Sot nuk po marrim vetëm diplomën. Le të mos harrojmë se suksesi nuk matet vetëm nga posti që ne do të mbajmë, por nga ndikimi që do të kemi në jetën e njerëzve. Le të jemi profesionistë që frymëzojnë besim, që ndërtojnë ekipe dhe që lënë gjurmë pozitive kudo që shkojnë. Ju uroj secilit prej jush të mos ndaloj kurrë së besuarit tek vetja, të ketë guximin të udhëheq me integritet dhe të kujtoj gjithmonë se ndryshimet më të mëdha fillojnë nga njerëzit që vendosin t'i bëjnë gjërat me zemër. Urime të gjithëve, ju uroj një rrugtim plot sukses dhe arritje. Faleminderit.